situatën në Korçë, ku ka patur edhe atje problematika si pasojë e rreshjeve të dëborës. Do të lidhem njëherë në këtë momente me kolegen Sidorila Xhamaqi, e cila do të na jap informacion më të detajuar. Sidorila, përshëndes. Ju përshëndes, Elida. Në fakt, ulja e temperaturave ka sjellë edhe rreshtet e borës përgjatë gjithë ditës së djeshme dhe përgjatë natës në gjithë territorin e qarkut të Korçës. Dëbore e cila ka qenë me intensitet nga mesatar deri të shtuar edhe me erë. Rreshtia e borës ka shkuar nga 10 deri në 25 cm në zonat malore, ndërsa subjektet kontraktore kanë qenë në gatishmëri dhe kanë ndërhyrë për kriposjen dhe mirëmbajtjen e gjitha akseve nacionale, po ashtu edhe zonave turistike, duke siguruar një qarkullim normal dhe pa problematika. Ndërsa sa i përket bashkive, këto të fundit vazhdojnë punën për hapjen e rrugëve gjyqësore dhe fshatrave në të cilat bora vijon të jetë në trashëgim më të lartë. E pasojë e erës janë shënuar edhe ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona, bëhet fjalë për njësinë administrative Udënirës dhe Buçimës së Bashkisë së Pogradesit, fshati Orman Çetlik, njësia administrative Bullgares, fshati Dardë, njësia administrative Mollaj, Bashkia Korçë, fshatrat Dolenet, Mjaltas dhe Besmir të njësisë administrative Gorë të Bashkisë Maliqit, gjithashtu janë edhe 12 fshatra të njësisë administrative Provcisht që furnizohen nga Agjencia e Energjisë Elektrike Prenjas. Në fakt, sa i përket grupeve të punës, ata kanë dalë prej mëngjesit të sotëm në teren për të rikthyer energjinë elektrike në të gjitha zonat ku energjia elektrike mungon. Sa i përket zonave të cilat janë problematika, ne i kemi tekstuar dhe më herët, sa po ka rreshje bora apo edhe rreshje shiut, të cilat shoqërohen me erë, ka pasur problematika në këto zona, kjo edhe për shkak të rrjetit të amortizuar të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Do të shihet në fakt puna sa i përket të gjithë grupeve të cilët kanë dalë në teren për të rikthyer edhe energjinë elektrike në këto zona. Bëhet fjalë për zona malore, kryesisht në zonën e Pogradesit, Maliqit, po ashtu edhe qytetit të Korçës, grupe të cilat do të vijojnë punën deri në rikthimin e energjisë elektrike. E qartë.